Shikues të dashur, përshëndetje. Jemi këtu në një ambient të hapur. Ermalin doa prezentoj si një moderator podcasti i cili punon me të rinjt. Përshëndetje Ermal. Përshëndetje, kënaqësi që jam sot këtu. Pra, kisha disa intervista dhe vërtet më la mbrese të thella nga oratoria, dienia që ka për adoleshentët, për shëndetin mental, për problemet me të cilët të gjithë të rinjt të ballafaqohen. Mirë, Ermal, nuk e di se nga t'ja filloj, pasi që do jesh edhe pjesë e disa rubrikave tona në të ardhmen, shpresoj, me të rinjt do bëjmë disa podcaste në natyrë, pasi që është edhe koha e mirë sot, diçka më ndryshe se sa brenda në studio. Më trego, tani kanë mbaruar, do me thënë, shkolla mbaroi. Po, do thotë përfunduam vitin e parë, unë personalisht përfundova këtë vit shkollor. Me vështirësitë e veta, do thotë secila lëndë, secila deg që ne miremi apo dëshirojmë që të mësojmë, ka vështirësitë e veta, por në fund me shumë sukses e përfunduam edhe këtë vit. Me shumë sukses. Po. Je i lumtur tash? Jam i lumtur shumë për shkak se si vit Paris do thotë që isha, pasi që kisha përfunduar shkollën fillore 9 vjeçare, isha i friksuar se si do të jetë shkolla e mesme, si do të kaloj në shkollën e mesme, a do të kem shok, a do të kem shoqëri, a do të formohem ato shpejt ato grupet tona shoqërore, si do kaloj me mësimet, sepse kam zgjedhur një degë që nuk është edhe aq e lehtë. Edhe Në cilën degje? jam në degën e mjekësore të infermierisë. Do thotë edhe është e vështirë kur e mendon se që në moshën 16 vjeçare do thotë të përkushtohesh për mjekësinë. Edhe kur e pash që kemi arritur më në fund të këtij viti shkollor në maj qershor, do thotë këtë periudhën tjetër shkoj sa hape mbyllët syt, edhe kur e shikon që je në periudhën e maj qershorit e kupton se sa shpejt shkon një vit shkollor. Një vit shkollor. Po. Më trego, me personalisht, fillon nga vetja, më pas nga moshadarët e tu, me çfarë probleme ballafaqoheni, që janë primare, që mendon se duhet të thuhen, që janë probleme të hapura, që duhet të ceken dhe që t'i dinë opinioni të rinjt, cili është problemi kyç? Do thotë adoleshenca si periudhë si cikël jetësor është shumë e vështirë dhe ka ato sfidat e veta. Unë personalisht adoleshencën si cikël do thotë e ndaj në disa periudha. Ku periudha e parë është periudha e 13 deri në 14 vjeç, do thotë është ajo periudha ku sapo ke filluar të futesh në botën e adoleshencës, do thotë ke ato vështirësitë e tua, nuk e din se kush je, nuk e din se çfarë dëshiron ti nga ardhmja jote, çfarë dëshiron ti të arrisësh në të ardhmen tënde, çfarë të pëlqen, çfarë dëshiron që ti të bëhesh në të ardhmen. Dhe është ajo cikli jetësor kur gjithçka është në pikpyetje, do thotë nuk je i sigurt për asgjë. Ndërkohë mosha tjetër 14 deri në 15 vjeçare është ajo, për mendimin tim, është ai cikli i ëndrave, ku secili adoleshent imagjinon, do thotë e sheh që në të ardhmen e tij mund të bëhet edhe astronaut edhe e di që është e arritshme ajo, do thotë shumë diçka një ëndër. Ju besoni në ëndrrën e vet? Po, secili bisedë. Mirë, po është mirë ndonjëherë të kesh besim të tillë, pasi që nëse fillon atë rrugtim dhe punon në të, mund të arrish, po mbaret nga situata dhe vendin ku e kemi. Fillimisht ne krijojmë ato botët imagjinare, do thotë i planifikojmë gjithçka me trurin tonë se si do të jenë, çfarë do të bëjmë në të ardhmen, si do të bëhem e kështu me radhë. Ndërkohë më pas kësaj periudhe mundohemi që t'i realizojmë atë botën imagjinare, do thotë në botën e realt. Pastaj periudha tjetër pi moshës 16 dhe 17 vjeçare është ajo periudha pak më e vështirë ku ti veçse fillon të përballesh me jetën aktuale, do thotë në vend. Fillon të varet edhe nga gjendja të ndryshme ekonomike, sociale, ku ti mundohesh që të gjesh zgjidhje që të mbijetosh. Varet edhe nga kushtet e ndryshme, do thotë. Ku ti mundohesh të futesh në botën e të rriturit, sepse mendon që ke arritur një moshë që është vetëse pjekurisë. Mosha tjetër, mosha 17 deri në moshën 18 vjeçare e adoleshencës, mendoj që ajo është mosha ku të rinjt veçse e kuptojnë se kanë hyrë në një fazë tjetër. Do thotë kanë arritur moshën 18 vjeçare dhe gjithçka që ata bëjnë, gjithçka që marrin për veten, është një gjë që i takon atyre.
do thotë secili duhet të ketë përgjegjësi për ato që bën, sepse veç se më është i rritur. Dhe fillon ai stresi se si do të mund të menaxhoj këtë jetën e pjekurisë, si do të mund të vazhdoj universitetin, studimet, a do të kem nevojë që të punoj për të arritur ëndrat e mia e kështu me radhë. Do thotë prej 2-3 pikpyetjeve që i kishim në moshën 13-14 vjeçare, do thotë këtu bëhen qindra mijëra pikpyetje sepse me të vërtet nuk e din se si do të mund të kalosh gjatë kësaj periudhe. Është interesante. Të është drejtuar ndonjë nga moshatarët, për shembull për këshill deri ti si të ka parë kështu orator, ke shkatësi komunikuese, po edhe je i mirë për moderator. Unë në shkollën fillore dhe gjithashtu edhe në shkollën e mesme, do thotë kam qenë një shok i mirë që i kam dëgjuar gjitha hallet e shoqërisë time. Do thotë jam munduar që në çdo moment të qëndroj pranë dhe pse jo të jap këshilla aty ku më kërkohet këshilla. Këshilla më e madhe që më kanë dhënë është se si ta balancojmë jetën familjare private me jetën studentore, jetën e studimeve dhe gjithashtu këtë jetën e tretë, jetën e aktiviteteve. Do thotë unë në çdo moment mundohem që t'i balancoj këto të treja. Për shembull, si prioritet të parë kam familjen, prioritet të dytë kam shkollën dhe studimet e mia, që në të ardhmen të kem një të ardhme të ndritshme, dhe në pjesën e tretë do thotë jo më pak e rëndësishme, por janë aktivitetet që mundohem që në çdo moment të jap zë rinis dhe të mundohem të flas me rinin duke ngritur vlerat e rinis. Dhe duke i marrë shembull këto dhe mundohem që t'jap këshill që secila gjë e ka kohën e vet. Do thotë të mundohemi të planifikojmë jetën tonë, ndoshta jo me ditare dhe jo me teknologji, por me mendjen tonë që prej kësaj kohe deri në këtë kohë do të miremi me familjen, do të mundohemi që ta shijojmë momentet e lumtura së bashku. Prej kësaj periudhe deri në këtë kohë, do thotë është koha e studimeve që nuk duhet i lëm pas, kemi teste, provime, kemi lëndë të ndryshme dhe duhet t'i përkushtohemi atyre lëndëve. Dhe kohën tjetër do thotë kohën e aktiviteteve, gjithkush mirret me aktivitete sportive, aktivitete të ndryshme. Unë personalisht do thotë i kam treguar që dua të mirem me ngritjen e vlerave të rinisë, të shoqërisë tonë. T'i tregojmë të tjerave që ne mundeve dhe nuk jemi një brez i dështuar, por përkundrazi jemi një brez shumë i zgjuar që kemi ëndra dhe kemi një botë imagjinare që duam të realizojmë në të ardhmen. Do thotë kjo është ajo kërkesa e adoleshentëve që shpesh herë më bëhet, se si t'i balancojmë këto tre shtylla do thotë jetësore, familjen, shkollën dhe aktivitetet. Sa bukur, mirë. Me siguri ke marrë pjesë në debate, në workshope, seminare, duket i trajnuar, duket si ndjesh, ndonjëherë ke qenë foltore kështu dhe u ke dhënë këshilla të gjithë të rinjëve, apo vetëm keni pasur në formë të podcastit që shpresoj se për shikuesit e televizionit Alsat së shpejti ne do të mundohemi së bashku me Armalin të bëjmë edhe nga një rubrik her pas here, për hallet, për dertet, për sukseset e të rinjëve, që është shumë interesant. Nuk më ka rasti që të bisedoj të thot një hapësirë shumë të madhe me të rinjt, ku t'i shprej mendimet, opinionet e mia dhe pse jo të ngrisim zërin rinor. Nga ana tjetër më ka rasti që të bëj podcaste, të bëj aktivitete të ndryshme dhe të bisedoj me të rinjt për tema që me të vërtet ja vlen të bisedohen dhe vërtet ja vlen të thyen këto tabu në shoqërinë tonë. Gjithmonë në shoqërinë tonë ka qenë ajo tabuja që disa tema nuk duhet fliten sepse janë tema shumë të rënda si shëndeti mendor, gjendja emocionale dhe psikologjike tek të rinjt, gjendjat e ndjenjave, do thotë ndjenjave njerëzore, dhe shpesh herë janë lënë anash, edhe pse janë përjetuar, do thotë kanë qenë momentale dhe kanë qenë aktuale tek njeriu, sepse njeriu nuk është i gjallë pa këto lloj gjërash, por gjithmonë janë lënë anash duke u marrë parasysh tema të ndryshme të cilat janë bërë edhe monotone, do thotë në jetën tonë. Tema të përditshme të cilat paraqiten edhe në media të ndryshme, edhe duke i lënë këto anash dhe duke u mirur me gjëra të cilat besë janë bërë më të përditshme dhe janë bërë më monotone, kemi harruar që me të vërtetë shëndeti mendor, gjendja psikologjike, emocionale tek të rinjt ka peshë dhe ka vlerë. Ashtu. Të faleminderit Armal që ishe pjesë e bisedës sonë këtu në këtë hapësirë. Mirë, po tani do ta titullojmë, domethënë këtë rubrikën që do ta bëjmë bashkë me të gjithë të rinjt. Si do ta titullojmë? Podcastin në natyrë. Bravo, të lumt. Pra, podcastin në natyrë, së shpejti dhe të kemi si rubrikë, shpresoj në emisionet të mëngjesit apo kudo, do japim hapësirë në ekranin e televizionit Alsat për hallet, për dertet, për sfidat, për sukseset e të gjithë të rinjëve. Pra të faleminderit Ermal shumë që ishe pjesë e jonë.
Faleminderit shumë për ju që na dhat mundësinë që të bisedojmë dhe t'japim një shtytës shumë të madhe të rinjve.